Jam në zemër të Tel Avivit, ku tensioni është në kulmin e tij pas zhvillimeve të fundit nga lufta Izrael e Iran. Mbrëm, Shtetet e Bashkuara ndërmorën sulme ajrore ndaj 3 objekteve bërthamore në Iran, në Fordo, Natanz dhe Isfahan duke përdorur bombardues B-2, raketa Tomahawk dhe bomba bunker booster, në një operacion të koduar Midnight Hammer. Zyrtarët amerikanë deklarojnë se objektivat janë shkatëruar përfundimisht dhe e cilësojnë operacionin si sukses spektakolar. Objektet kryesore të pasurimit bërthamor të Iranit janë shkatëruar plotësisht dhe përfundimisht. Qëllimi ynë ishte zhdukja e kapaciteteve të Iranit për pasurim bërthamor. Tani ose do të ketë paqe ose do të ketë tragjedi për Iranin, shumë më e madhe se çfarë kemi parë këto 8 ditë të fundit. Pas këtyre goditjeve, Irani ka kërcënuar me kundërpërgjigje ushtarake, duke shënjestruar baza amerikane dhe aleate në rajon. Në Teheran, turma protestuese e cilëson Trumpin si një lojtar të rrezikshëm. Kjo shënon një përshkallëzim të drejtë për drejtë. Izraeli mbetet në gatishmëri të plotë, ndërsa diplomacia ndërkombëtare kërkon me urgjencë ndalimin e një konflikti rajonal të përmasave të gjera.